Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo bimë është bekim nga Zoti, kush e ka në shtëpi nuk do vuaj kurrë nga këto sëmundje. Rozmarina është një barishte me gjete shumë aromatike. Përdoret gjerësisht në kuzhinën mesdhetare. Përveç përdorimeve të shumta në kuzhinë, rozmarina është përdorur prej mijëra vitesh për të trajtuar një sër sëmundjesh duke përfshirë problemet e tretjes, dhimbjet e kokës, pagjumsinë, dhimbjet reumatike dhe si një tonik për të përmirësuar mirëqenien fizike, emocionale dhe njëkohësisht ato mendore. Rozmarina përmban mbi 50 fitokemikale të ndryshme të lidhura me përfitime të ndryshme shëndetësore. Përfitimet shëndetësore të rozmarinës: ajo mundet që të ndihmojë në mbajtjen e trurit sa më të shëndetshëm. Mundet gjithashtu që të përmirësojë kujtesën tuaj. Rozmarina ndihmon njëkohësisht me problemet e tretjes dhe mundet t'ju ndihmojë të qëndroni vigjilent. Mundet të ndihmojë edhe në luftimin e halitozës, prishjes së dhëmbëve dhe sëmundjeve të mishrave të dhëmbëve. Mundet të ndihmojë në lehtësimin e stresit, ankthit dhe gjithashtu të depresionit. Mundet që të ofrojë mbrojtje edhe kundër disa sëmundjeve të këqija. Mundet të ndihmojë edhe në mbështetjen e sistemit tuaj imunitar. Si fillim, rozmarina mundet të ndihmojë në mbajtjen e trurit tuaj sa më të shëndetshëm. Rënja kognitive e cila ndodh kryesisht me kalimin e moshës, mendohet se ajo shkaktohet pjesërisht nga dëmtimi i qelizave të trurit nga radikalet e lira, të cilat janë molekula të dëmshme të cilat gjenden në mjedisin ton, ushqime dhe madje të çliruara nga sistemi ynë imunitar. Studimet tregojnë se acidi karnozik dhe acidi rozmarinik, fitokimikate që gjenden në rozmarin, munden gjithashtu që të neutralizojnë dhe të ndihmojnë në mbrojtjen e kujtesës sonë dhe luftimin e radikaleve të lira në trurin ton. Nga ana tjetër, rozmarina mundet që të ndihmojnë në mbajtjen e trurit sa më të shëndetshëm, duke përmirësuar kështu edhe memorien. Mund të përmirësojë kujtesën. Humbja e kujtesës lidhet gjithashtu me plakjen e trurit dhe njëkohësisht dëmtimin nga stresi oksidativ, dhe nga ana tjetër ju duhet të keni parasysh se përbërësit besohet se antioksidantët e rozmarinës ndihmojnë në luftimin e këtij dëmtimi dhe gjithashtu mbrojnë nga humbja e kujtesës. Edhe pse shumica e ulëmtimit është bërë tek minjt, ka disa studime që tregojnë se rozmarina mundet të ndihmojë sigurisht në përmirësimin e kujtesës edhe tek njerëzit. Mund të ndihmojë tretjen. Një nga arsyet të cilat rozmarina kombinohet me ushqimet tona dhe sidomos me mishin e qingjit, është sepse mendohet se stimulon mëlçin për të prodhuar biljare, e cila ndihmon trupin ton që të tresë tërësisht yndyrën e cila gjendet në trupin ton. Dhe nga ana tjetër, studimet e kryera tek minjt tregojnë se ekstrakti i rozmarinës mundet të ndihmojë në reduktimin e inflamacionit në traktin tretës, gjë që sugjeron se mund të jetë e dobishme për njerëzit të cilët vuajnë nga sëmundjet e zorrëve të irrituara, dhe kjo ndihmon në lehtësimin e simptomave të dispepsisë, duke përfshirë fryrje dhe ngërçet e stomakut. Mundet t'ju ndihmojë që të qëndroni sa më shumë vigjilent. Jeni në sezon provimesh apo keni një udhëtim të gjatë përpara, për të mos ndjerë përgjumje provoni që të nuhasni vaj rozmarine. Një studim i kryer mbi infermierët që punonin në turne të natës zbuloi që grupit që ju dha një pikë vaje esenciale rozmarine për të thithur ndihej më pak i përgjumur dhe më vigjilent. Mundet gjithashtu të ndihmojë në luftimin e erës së keqe të gojës dhe në luftimin e sëmundjeve dentare.
Fitokimikatet në rozmarin besohet se kanë një efekt antibakterial e cila mundet të ndihmojë në neutralizimin e baktereve përgjegjëse për erën e keqe të gojës. Gargara me një përzierje të ujit të ngrohtë me një pikë vaj rozmarin thuhet se ndihmon në mbrojtjen kundër problemeve të tjera si për shembull prishja e dhëmbëve dhe gingiviti. Një studim me të cilin njerëzve ju kërkua të përdorni një pastë dhëmbësh që përmban ekstrakt të rozmarine, zbuloi se grupi që përdorte pastën e dhëmbëve me rozmarin kishte më pak gjakderdhje të mishrave të dhëmbëve dhe pllakëza se sa grupi që përdorte një pastë tjetër dhëmbësh. Mundet të ndihmojë në lehtësimin e stresit, ankthit dhe depresionit. Disa studime kanë treguar se fitokimikatet të quajtura polifenole në rozmarin kanë veti antidepresive dhe kundër ankthit, prandaj thithja e vajit të rozmarinës ndonjëherë rekomandohet si një trajtim për stresin. Mekanizmi me të cilën funksionon nuk është kuptuar plotësisht, por disa studime sugjerojnë se ndihmon në uljen e niveleve të hormonit të stresit, kortizolit dhe gjithashtu edhe në rritjen e niveleve të hormonit të ndjenjës së mirë, dopaminës në tru. Mundet gjithashtu që të ndihmojë dhe të ofrojë mbrojtje kundër disa llojeve të sëmundjeve të këqija. Acidi karnozik është një nga fitokimikatet të cilat gjendet në rozmarin, njihet si antioksidant i fuqishëm. Disa studime sugjerojnë se ato munden të ndihmojnë në ngadalësimin e rritjes së qelizave të këqija në trup dhe të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të tyre. Mundet të ndihmojë në mbështetjen e sistemit imunitar. Fitokimikatet, acidi karnozik dhe acidet rozmarinike, të cilat gjenden në rozmarin, kanë veti antibakteriale, antivirale dhe gjithashtu antifungale dhe janë tepëraktive kundër një sër bakteresh të zakonshme. Gjithashtu, vaji i rozmarinës është tepër dobiprurës për shëndetin. Në kohët antike, rozmarina ka qenë pjesë e familjes së mente dhe është përdorur më shumë se sa një erës për gatim. Ajo dhe vaji i saj janë një ndër lëndët më të rëndësishme në planet. Studimet e fundit kanë treguar se ajo ndihmon në funksionimin e qelizave dhe të trurit dhe përshpejton procesin e shërimit të indeve të dëmtuara. Një bimë tipike mezetare rozmarina është përdorur prej mijëra vitesh për të përmirësuar kujtesën, për të përmirësuar sistemin tretës, për të ulur dhimbjet muskulare. Së fundmi, fal vetive të saj për të penguar rritjen e mikroorganizmave të dëmshëm, ajo është bërë një përbërës shumë i rëndësishëm në produktet e kujdesit të flokëve dhe të lëkurës. Shkencëtarët vazhdojnë dhe të kryejnë kërkime mbi përdorimet e tjera që mundet të ketë kjo bimë në mjekësi. Rozmarina ka të njëjtën fuqi luftuese kundër radikaleve të lira, si edhe fruti i thanës. Rozmarina gjithashtu për shkak të prezencës së karnozolit tek rozmarina është një antioksidues shumë i pasur dhe gjithashtu njihet për vetitë e saj kundër sëmundjeve të këqija. Gjithashtu është e dobishme kundër sëmundjeve të gjirit, zorrës së trashë e të tjerë. Gjithashtu është zbuluar se sulmon qelizat në mënyrë që të ulë inflamacionin dhe balancon androgjenin dhe estrogenin në trup, ndihmon në rritjen e flokëve dhe në shëndetjen e prostatës dhe ulë rrezikun e prekjes nga sëmundjet e këqija. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!